Por na trego për këto kode që na pasurojnë. Dhe pak më parë kode, apo jo? Bravo. Kemi kodin e bollekut që tani është plutizuar më tepër në këto trajnimet e reja që kam bërë me disa mësues shumë të fuqishëm rusë, të cilët kemi nxjerrë 6 çelësat e lumturisë në të gjitha për të gjithë që duam, lumturinë, shëndetin, bollekun, si të vinë rastet, domethënë që duam për punë, ne mund të jemi gjithçka. Nuk është nevojë të kemi universitetet, kemi shkolla të shumta që të jemi diçka. Ne kemi ardhmë atë vlerë. Dhe këto kode dalin me ditën e lindjes. Të gjitha dhe është shumë e thjeshtë, por nuk e mora vetëm kodin, e shikova, e lexova një herë dhe mbarova. Duhet të veproj sipas atyre që më kërkohet të bëj, për shembull. Dhe mund të hapet portali i artë. Do të numri 6 është numri kodi, është portali që hap të 5 portat e tjera të lumturisë, të bollekut, dhe stash. Kanali i bollekut hapet vetëm kur ke punuar së mos me babain tënd, ka të bëjë marrëdhënie me babain tënd dhe me anën e fisit të babait tënd, sepse paraja çfarë është? Është energji, është siguri. Kur kam para, a jam e sigurt, se thatë më parë diçka, pse të pasurit paraja të vejnë në parat? Sepse i pasuri ka para dhe ndihet i sigurt.